përshëndetje për gjithë juve, përfaqësues të mediave, të dashur qytetar. Në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës kemi dalë këtu për të shprehur indignatën tonë për refuzimin e 21 amendamenteve që kemi propozuar si grup parlamentar, projekte të rëndësishme, tepër të rëndësishme për qytetarët e Kosovës, edhe ka qenë projekte të cilat ne i kemi sjellur në kuvend, të bindur që pushteti do të ketë mirëkuptimin e vetë dhe do ta kuptojë rëndësinë e këtyre projekteve. Më lejoni këtu që t'i përmend këto projekte, disa prej tyre, dhe të reflektojmë bashkë mbi rëndësinë e këtyre projekteve. Pushteti ka refuzuar që t'i rritet buxheti i Universitetit të Prishtinës, e ka refuzuar mësimin tërditor si njërin nga projektet më të duhura për shkollat dhe për nxënësit, për familjet e Kosovës, e ka refuzuar unazën e kryeqytetit, e ka refuzuar ndërtimin e spitalit të kryeqytetit, një ndër projektet më të rëndësishme që do të shkarkonte qendrën universitare të shëndetësisë. Ka refuzuar një varg projektesh që janë në interes të komunave, ujësjellës në Lipjan, ka refuzuar projekte të tjera që kanë të bëjnë me ndërtimin e ujësjellësve edhe në komuna të tjera si Isniqi ose Isogu, ka refuzuar një projekt tepër të rëndësishëm që do t'i modernizonte shkollat e Kosovës, në fakt digitalizimin e shkollave dhe hyrjen e inteligjencës artificiale. Shumë shkolla kanë kushte dhe do të mund të fillonin një projekt të tillë. Ka refuzuar digitalizimin e të dhënave për kulturë dhe turizëm, një projekt tepër i rëndësishëm që do të ndërtonte një hartë vizuale rreth kapaciteteve tona kulturore të Kosovës. Ka refuzuar po ashtu projekte që kanë të bëjnë me kekun, ka refuzuar po ashtu ndërtimin e një shkolle në Kaçalik, ka refuzuar po ashtu sallën koncertale të Kosovës, njëra nga projektet më të rëndësishme kulturore, dhe keni parasysh që sot koncertet në nivelin qendror bëhen në salla të edukatës fizike. Me këtë rast dëshirojmë që t'ju drejtohemi qytetarëve me keqardhje për mos mirëkuptimin nga pushteti për t'i futur në buxhet këto projekte, dhe dëshiroj të them që një projekt si mësimi tërditor që u përmirëson jetën direkt qytetarëve, e përmirëson cilësinë e arsimit, implementimin e kurikulave që sot shpeshherë nuk arrin që të realizohen brenda klasave tona, është vërtet mëkat që mos hyjë si pjesë e këtij buxheti. Ndërkohë që ju kujtoj që edhe kryeministri edhe partia në pushtet e kanë pas mësimin tërditor njërën ndër kauzat kryesore edhe nivel komunal edhe nivel qendror. E është tepër e rëndësishme me kohë të ditën që kur të premton një diçka duhet me qenë i gatshëm edhe në momentin vendimtare me fut në buxhet. Ne do të insistojmë edhe sot në seancë që këto projekte të futen në buxhet, por sipas të gjitha gjasave nuk do të kemi mbështetje, por vjedhimisht nuk do të paraqesim përkrahjen tonë për buxhetin e tërësishëm nëse projektet tona, amendamentet tona nuk do të vinë aty. Po kaloj edhe kolegëve për t'i